As më shumë, as më pak. Epoka e terrorit ndaj biznesit ku tatimorët silleshin si kusar ka marrë fund. Me këtë paralajmërimi është drejtuar kryeministri Edi Rama 150 punonjësve të rinj të tatimeve, të cilëve i kërkoi sjellje korrekte me biznesin. Askush nuk duhet guxojë të shkojë të trokas në derën e një fabrike, në derën e një ndërmarrje, në derën e një dyqani me kulturën e vjetër të gjobvëndësit. Është koha që të marrin fund befasit e pakuptimta për kontroll e rutinë. Kryeministri paralajmëroi rishikimin e legjislacionit tatimor brenda 6 muajsh, si dhe rimbursimin e TVSH-s për bizneset brenda afatit prej 60 ditësh. Ne do ta rishkruajmë legjislacionin tatimor në bashkëpunim të ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore dhe me ekspertizën tonë të kualifikuar që është ekspertizë e nivelit më të lartë botëror. Për kryeministrin është koha e lartësimit të sipërmarrësit, por edhe e transformimit të figurës së tatimorit. Administrata tatimore duhet të ketë kodin e vet të veshjes. Duhet të ketë kodin e vet të sjelljes. Duhet të ketë kodin e vet të komunikimit në marrëdhënien me çdo krijues të vendeve të punës, agent tatimor, agent doganor, që paraqiten në dyert e kompanive, të palar, të paveshur siç duhet, të pasjellshëm, janë turpi ynë i përbashkët. Prandaj nga këtu duhet filloj qysh ditën e hënë puna atyre që fillojnë punë për herë të parë,